Kemi parë në fakt protesta të cilat janë zhvilluar për gjatë fundjavës, por në eksperiencën tuaj, atë që ju keni kaluar politikisht, keni hasur shumë protesta. Çfarë e bën një protestë realisht të arrit deri tek pushteti, dhe flas këtu për ato protesta të cilat opozita i ka arkivuar me një numër shumë të lartë deri më tani, por nuk po arrin atë rezultatin, atë tikun final për të arritur në rrëzimin e një pushteti? Besoj që historia e protestave ka shoqëruar tërë tranzicionin shqiptar. Dhe gjitha partitë politike kanë përdorur protestat. Edhe Partia Socialiste, edhe Rilindja i ka përdorur, dhe Partia Demokratike, por dallimi ka qenë që Partia Demokratike është mbështetur në protesta kryesisht me grupe të forta, paktën kjo ka qenë historia e saj, ndërsa socialistët kanë pasur një mbështetje më të mirë publike dhe nuk kishin nevojë për një aleancë me të fortët. Çfarë bën? Tani protestat kudo në botë konsiderojnë që element i demokracisë. Ndërsa tënimi i pronave publike dhe private është duhet një përgjegjësi e madhe organizatorëve. Ato përgjegjësi dalin jashtë kontrollit, por ne jemi në një moment që duam realisht të tregojmë, dhe këtë mund ta tregojmë kur respektojmë gjitha liritë themelore, kur respektojmë opozita, jo thjesht fuqia mazhore, që mund të bëhemi një pikë referimi për sfidat e vështira që ka Ballkani Perëndimor. Qoftë në pjesën politike, qoftë në pjesën ekonomike. Në pjesën politike ne kemi avantazhet që nuk i ka asnjë vend tjetër i Ballkanit Perëndimor, që është mospatja e konflikteve etnike, fetare dhe si thua opinioni publik shqiptar, pavarësisht nga përkatësitë profesionale partijake, është mund i hapur. Pra i mirëpret zhvillimet, nuk është një ngushtim nacionalist, po erdhën më këta, ikën ata, do na tundoj ekonomikisht ky apo ai. Dhe Ballkani ka qenë gjithmonë po çibarut, thoshim, dhe aktualisht është përballë sfidave shumë të vështira, të cilat janë acaruar edhe për shkak të influencave që kërkojnë të kenë rritje, vendet që qoftë në strategjinë e mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, po qoftë edhe në shikimin e dokumentave strategjike të vendit tonë, konsiderohen si vende jo miqësor me Perëndimin, jo thjesht me ne. Dhe ata synojnë të arrisë influencën e tyre, edhe në Bosnë e Hercegovinë, edhe në Serbi, ne kemi parë, Maqedonia ka protesta masive, vërtet profesor, por edhe në Serbi nuk po shohim rrëzimin e qeverisë, pavarësisht se studentët kanë më shumë se sa një vit. Duket që vota është ajo që pretendohet të rrëzojë një qeveri. Protestat sa realisht kanë rrëzuar qeveri? Është e vështirë, ka pasur, por në historinë e zhvillimit të demokracive, të gjitha vendet që përqafuan, si thua, filozofinë e Reaganit, bashkë me Thatcherin, gjëja e parë që bën shpërbën sindikatat. Se më para një protestë bëhej në metron e Francës dhe binde qeveria. Kështu që është punuar për ta zbellur fuqinë e tyre. E vetmja gjë që po shifet janë të rinj që po bëhen, si thua, majaja e protestave, por unë nuk jam optimist, sepse krerët që kanë tendenca autokratike kanë mësuar tani që njerëzit lodhen dhe nuk arrin rezultatin që duan. Objektivi që mund të ketë Partia Demokratike është që me anë protestave të detyrojë majorancën drejt një, dhe ata e thonë me partitë e vogla, po janë të përqara midis tyre, që të krijojnë premisat për një qeveri teknike, jo si ajo që u bë me marrëveshjen Basha-Rama, ku ishte Rama kryeminist dhe ministra ishin miks, por modeli i Maqedonisë së Veriut që majoranca tërhiqet për t'i dhënë frym demokracisë, për mos mbajtur vendin të tensionuar gjatë gjithë kohës, dhe bëhet pjesë e një zgjidhje që janë qeveri teknike me mandat të përcaktuar. Që do të merren vetëm me rregullimet. Po çfarë do ta bënte Ramën të lëshonte një qeveri teknike aktualisht? Duke folur pak më tutje edhe për